Prej vitesh Shqipëria është eksportuese e frutave dhe perimeve në vendet e Ballkanit dhe më gjerë në Europë, por fenomeni i fundit ku disa kamion janë kthyer nga Kroacia për shkak të mbetjeve të larta të pesticideve në produkte, ka ngritur shqetësim serioz për imazhin e fermerëve shqiptar. Eksportuesit u bëjnë thirrje fermerëve që të tregojnë kujdes maksimal në përdorimin e pesticideve dhe ushqyesve të bimëve. Ata kërkojnë gjithashtu që agronomët të qëndrojnë pranë fermerëve, t'i këshillojnë dhe të mësojnë mënyrën e saktë të përdorimit të këtyre përbërësve. Çdo fermer synon rendiment dhe fitim, por është e domosdoshme që të respektohen karencat dhe standardet e sigurisë, pasi pasojat bien mbi ne eksportuesit, theksojnë ata. Jemi eksportues i frutave e perimeve jashtë vendit në Ballkan dhe Europë dhe siç e kemi parë nga fenomenet e fundit që kanë ndodhur me kamionat cilat janë kthyer nga Kroacia për shkak të mbetjeve të larta të produkteve. Si fillimisht do të bëjmë gjithë thirrjeve faktorëve kryesor, të cilët janë fermerët, të cilët duhet të kenë shumë kujdes në përdorimin e mbetjeve, në përdorimin e pesticideve, ushqyesve të bimës tyre. U bëjmë thirrje gjithashtu dhe agronomëve të qëndrojnë më afër fermerëve, të ndihmojnë dhe të mësojnë atyre se si të përdorin këto ingredient për të ndihmuar rendimentin, sepse në fundit çdo fermer do që të ketë sa më shumë rendiment dhe funditës të fitojë, por duhet patjetër që të ruhen çdo karencë në produktin e gjitha frutave dhe perimeve, pasi pasojat në fund i ha të gjithë eksportuesi. Fermeri pasi merr fakturën lekujtohet dhe kamioni i cili kthehet me mbetje, shkaktari është përpunuesi i cili është eksportuesi. Një tjetër problem i ngritur është mungesa e regjistrimit të plotë të fermerëve. Rreth 80% e tyre janë të pajisur me numër NIPT-i, ndërsa 20% vijojnë të shesin produktet me para në dorë. Eksportuesit bëjnë apel që të gjithë fermerët dhe pikat e grumbullimit të regjistrohen për të siguruar gjurmëshmëri të plotë të produkteve që shkojnë në tregjet e huaja. Sipas tyre, deri më sot nuk janë prekur drejt për drejt nga ky fenomen. Për raste të ngjashme raportohen 2 deri në 3 herë në javë, duke dëmtuar imazhin e produkteve shqiptare jashtë vendit. Apeli shkon edhe për institucionet shtetërore të vendosin rregullator më të fortë, të hartojnë plane mbështetëse për fermerët, të garantojnë praninë e agronomëve dhe të kontrollojnë nëse pikat e shitjes së inputeve bujqësore janë të licencuara. Fermeri duhet të mbajë përgjegjësi të plotë për produktin që shet, vetëm duke rregulluar mënyrën e punës dhe duke garantuar standarde, do të mund të ruajmë tregjet ekzistuese dhe të hapim tregje të reja, shprehen eksportuesit. Imazhi preket në mënyrë direkte, pasi çdo produkt që shkon jashtë është me etiketa, është aty tregohet çfarë lloj produkti është, kryesorja cilësia dhe nga vjen produkti. Dhe dihet që çdo produkt prodhohet nga fermer shqiptar. Ne duhet të rregullojmë patjetër mënyrën se si punojmë, të mendojmë në mënyrë më afatgjate, pasi fundit ne nuk po e kuptojmë që ky është një zinxhir dhe nuk do të mendojmë sot për sot sa për të shitur produktin, por duhet të rregullojmë të gjitha problematikat që kemi, si nga fermerët, si nga pikat e eksportuese, dhe të ndihmojmë në hapjen e tregjeve të reja, sepse me këtë lloj mënyre ne jo vetëm mbarvajmë tregjet që kemi si Kroaci, për shembull që po bëhen problemet, por ne do arrijmë që të kapim dhe tregje më të larta dhe të shesim produktin, mos kemi probleme me mosshitjen e produktit të fermerëve që ne bashkëpunojmë, por edhe të kapim një çmim më të lartë dhe të kapim rendimente cilësi më të larta.